Ndërkohë tani do mësojmë për paragrafin, si mund të shkruajmë një paragraf në web. Pra ne njohim stilin e formatimit të paragrafit, cili çdo paragraf ka një distanca nëpërmjet paragrafit tjetër, ka një distancë caktuar. Domethënë një endline, përsëri një endline. Shumë thjesht, vetëm duke vendosur tekstin që ne dëshirojmë, ta vendosim brenda tagut P. Pra P, paragraf, është tagu përkatës i paragrafit, por mund ta gjejmë edhe këtë shembull. Pra, një paragraf më i madh, të cilin ne do ta vëmë zbatim tani, dhe do shohim se si ai funksionon në web. Le të hapim një herë Sublime Text, ku të shkruajmë kodin, kemi të gatshëm. Fshim çdo gjë brenda batit dhe shkruajmë një paragraf që ne dëshirojmë. Atëherë, si për shembull, të gjitha. Një shembull i përgjithshëm. Shohim që po ta ruajmë, japim save, është fajli këtu. Dhe në web do na shfaqet. Përshëndetje të gjithëve. Në qoftë se ne përsëri vendosim një paragraf tjetër dhe brenda tij shkruajmë një tekst ini në jungle ku ju do gjeni çdo gjë rreth. Besoj se kam shkruar qartë, okay. Japim save dhe japim refresh dhe shohim që paragrafi është formatuar poshtë. Ky pra është një shembull i paragrafit, thjesht, bukur, pastër. Brenda tagut P mund të vendosim gjithçka që ne dëshirojmë që ta cilësojmë si paragraf.